ta i hin namaz, pse nuk ndjen rahati dhe prehje shpirtore se qëllimi është me e kry, vëllazër. Çka është qëllimi? Thonë mu liru prej namazit. Jo mu knash namaz. Shta edhe kur falet vëllazër, falet shpejt. Falet me nxitim. Pse? Sigur që morëm shembullin me atë njerin që nuk i qef me nejt me to, edhe ky vëllazër, pse nuk ndjen afërsi me Allahun. Nuk ka afërsi me Allahun. Nuk e sjell ndërmend madhështinë e Allahut subhanahu wa taala kur është duke qëndruar para tij namaz. Çata edhe kur lexon Kur'an namaz, apo kur lutet, apo kur e përmend Allahun subhanahu wa taala, kjo ju ka bë vetëm formë kështu motorike, automatik. Do vetëm i thet çka ato dhikret, edhe nuk ndjen ai emocion diçka apo entuziazëm. E namazi këtyre njerëzve Allahu na ruaj, kjo është gjendje shumë e keqe, është shndruar në adet, është shndruar çka në shprehi. Për ata ky namaz vëllazër nuk ndikon pozitivisht pastaj në sjelljet tona, në raportet tona me Allahun, edhe me njerëzit. Allah thot wa aqimis salat, fale namazin, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, sepse namazit pengon me punëve të këqija dhe të ndyta. Na shumë njerëzve falen edhe bajnë punë të këqija pastaj. Ku është defekti? Ç'ky është defekti vëllazër? Nuk është defekti apo problemi të namazit. Po ja namazi ju ka bërë rutinë. Çu ju ka bërë rutinë çka xhumi, anon ushqimi, vajtja, ardha, puna, çashtu ju ka bërë namazi. E njerëz të mençur vëllazër, njerëz të logjikshëm, adhurimet nuk lejon asesi me i kthy në rutinë. Mirë po, rutinën e bajnë adhurim. Po në shfrytëzojnë ngrënien, xhumin, këto i bajnë çka në favor që me adhuru Allahun pastaj sa më mirë. E jo Allahu na ruaj që adhurimet me i shndru me i bë në rutinë. Shta vëllazër, e vrem se ky njeri që e ka këtë gjendje, Allahu na ruaj prej saj, mërzitet edhe nervozohet kur zgjatet qëndrimi çka namaz. Ka plot nga monotonia, nuk mundet me duru çka mu fal gjatë. Edhe kur të falet si shtam, i përmend vetëm ato dhikre domethënë me nxitim. Vetëm aq sa beson që e ka të sakt namazin aspektin domethënë e kryerjes të obligimit, ndërsa tjerat nuk i kushton vëmendje. Edhe kur qëndron namaz është sikur me qëndru mbi gaca. Qyr sa më shpejt domethënë mu liru pri namaz. Edhe e vrem, prej që ka qenë i vogël, domethënë çato sure që ai ka mësu, sure, domethënë disa sure të shkurta, me çato e ka arrit ndoshta pleqëria, me çato, domethënë s'ka mësu diçka tjetër nga Kurani. Fatihan, edhe në ai sure, 2-3 sure të shkurta, të cilat çka i përsërit. Po ky njeri pra kur falet vëllazër, ky nuk e përjeton namazin, sikur ky tjetër. Nuk e ndjen si të krenarin që duhet me ndje besimtari edhe kënaqësinë kur i lutet Zotit vet. Nuk ndjen lumturi, nuk ndjen gëzim, nuk ndjen qetësi dhe rahati shpirtërore. E pse është privu prej këtyre gjitha kuptime madhështore vëllazër? Për shkak se e ka largu veten nga synimi kryesor, thelbi kryesor i namazit. Me veprimet e veta. E për këtë arsye vëllazër, el jazau min jinsil amal. Ndëshkimi është në bazë veprës që ai bën. E po ashtu edhe shpërblimi.